Bismillahirrahmanirrahim. Selamu alaikum të nderuar shikues, kudo që jeni, ju përshëndesim me përshëndetjen ton islame, paqja mëshira e Zotit qoftë me ju. Dhe ju falenderojmë që ndani kohën që t'jeni në misionet tona javore që kemi çdo të ajtë, të cilat transmetohen nga ora 17 në kanalin e Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës. Si çdo javë jemi me profesorin e nderuar Mustafa Efendi Avollin, dhe me qenë se në emisionin e kaluar kemi trajtuar temën rreth hadithit mursel, kuptimit të tij dhe gjithashtu pse tek ne llogaritet si hadith daif i dobët dhe si i tillë pastaj normalisht llogaritet i refuzuar, kështu që profesori i nderuar na ka sqaruar në emisionet e kaluara rreth hadithit mursel, ndërsa sot kemi një kategori tjetër të haditheve me të cilat do të merremi, pra sqarimin e tyre. Profesor t'i shpreh mirëseardhje. Profesor, sot me hadithin Mudelles, që është shqip i manipuluar, por fillimisht një kuptim gjuhësor rreth kësaj kategorie të këtij hadithi me kon më të qartë dhe më të kuptuar para shikuesve tanë të nderuar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa man walahu ila yawmiddin. الحديث المدلس المدلس është për tedlis, si marëm për rënjes, e tedlis që kuptimin në gjuhën shqipe është fjala për them tash fshehjen e tmetave, zakonisht në tregti ose tani ka marrë kuptim përgjithshëm, i thuhet kur shitsi i mshef tmetat e mallit që jashet prej blerësit, në mënyrë e mashtron, e manipulon atë. Kjo është kuptimi gjuhësor, edhe pse fjala, kanë thënë dietarët, edhe e rrojve të kësaj fjale është edhe deles, që gjithashtu vjen me kuptimin ersir, dhe e kanë ndërlidh dietarët kuptimin gjuhësor me kuptimin teknik ose terminologjik ose për kufizimin të dietarët e hadithit, shkencës hadithit, e dietarët e usul e fikut, ka thënë për arsye se ersira kur bjen në mbrëmje objektet që na rrethojnë bëhen për ne të paqarta. Për ata kur është dritë ditën, na ofrohet dikush, e kem qartë kush po vjen. Ndërsa i njëjti person na e shohim si siluet veç në mbrëmje, do të për shkak të ersirës. Do të ersira që na i bën të paqarta objektet që na rrethojnë, quhet deles gjithashtu. Por ata është marrë kuptimi gjuhësor për arsye se transmetuesi në një farë mënyrë, në prej transmetuesve, ato që e merr prej tina mësuesin e tina ose mësuesin e mësuesit të tij më lart, praktikisht e bën një manipulim dhe e bën jo të qartë, herë duke i ndruar emrin, e herë duke e fshirë në tërsi. Për ata ky është kuptimi gjuhësor. Ndërsa kuptimi terminologjik, dietarët e hadithit në realitet kanë dhënë shumë definicione. Dhe këto definicione kanë njëherë janë për afërta, kanë njëherë largohen për njëna tjetrës. Mirë po, ajo që kish me qenë një përgjithësim, për me qenë një qartë për shqyquesin, çka nënkuptohet me hadithin e Mudelles, edhe kur i thuhet filani është Mudellis pe i transmetuesve, çka synohet te dietarët e hadithit, është parafërsisht kur transmetuesi i cili e ka këtë defekt, është mashtrues me fjalë tjera, manipulues. Në rrugën e transmetimit ndërhyn në atë formë që rruga që e transmeton mu do këtë besueshme, në realitet nuk është e tillë. Për ata do thotë është i qëllimshëm manipulimi. Po, manipulimi është i qëllimshëm. Për ata edhe te dietarët e mëdhëbit kanë thonë Imam Gjassasi thotë në librin e tij të Usul e Fikut, thotë transmetimi i transmetuesit prej dikujt që ka takue, po atë që se kanë dëgjuar prej tij. Mundohem me sqaruar me një shembull ndyshe na del. Transmetuesi e ka mësues tash po them unë ty. Mund ke mësues.
ose na Mullah Sherifin, ose I praktikisht gjeneratës më tjetër. Haxhi Bajrushin, Tefik Gashin, profesor të cilët janë bërë Ahmet Ligjit, Allah i pas pëshirua. Amin, I mua mësim prej të gjithëve. Dhe une kum transmetua hadithe për shembull prej Mullah Sherifit, rahmetullahi alaihi. Mirë po, hadithin për cilën e kom fjallën, unë se kom transmitua për i ti. Kështu që aji i cili e merë hadithin prej meje, mashtrohet, sepse une, kur e kom transmitua këtë hadith, e kom përmenë si transmituas, ose si marës, mësuas temin, Mullah Sherifin, po jo tekstualisht, e kom përdor një shprehje, me të cilën e manipulojnë dëgjuesin që me kujtu që e ku morë prej tina. A në realitet nuk e ku morë hadithin prej ti. Pra ta, tedlisi është më i rrezikshëm se murseli, sepse në tedlis, në këtë kategori të transmituesve, praktikisht zakonisht synimi është jo i mirë. Sepse tash kur ndodh hadithi i pranueshëm, unë e përmeni Mullah Sherifin që e ku morë këtë hadith prej tina, edhe pse në realitet u ku morë hadithe tjera prej ti, po këtë hadith jo. Po për me dali pranueshëm këtë hadith e përmeni, ka thonë Mullah Sherifi, pej filonit, ose prej Mullah Sherifit, filonit. Po së tomë, haddetheni, më ka thonë muhe, ose semi'tuhu, e ku më dëgjohë prej ti. Nuk i përdor tekstet me cilat nuk mundet me i kasoj vëlla që jo se kum pos për qëllim që kum dëgjuar apo se kum dëgjuar. Shi, unë kur thom ka thon filoni, s'do të thonë që kum dëgjuar. Po kum dëgjuar pe dikujt që e kanë dëgjuar atë. Do të thonë ka thon Mullah filoni, shpesh dëgjojmë për roda. Po. Ka thon filoni. Ka thon s'do të thonë që ne kemi dëgjuar. Kur them e kum dëgjuar duke thon, po ose më ka thon mua, praktikisht na e qartësojmë çështjen që s'ka mu dilema se e ku morë drejt për drejt për i ti ajo. Modelisti tash, kur e përmen transmituesin më lartë saj, mësuesin e tina, është në realitet që o konë nxënësit tina dhe ka morë hadithe për i ti, po jo hadithin për të cilën e bën manipulimin. Për ata është edhe vështirë, jo let me zbulue, edhe praktikisht është me rrezik sepse në rast tillë hadithet e dobta mundën me u konsiderua dhe me ushti në hadithe si mu pranua si hadithet vërteta, e në realitet ka defekt hadith që është tedlisi. Ose që tash po them njëri prej përkufizimeve të tedlisit, që disa prej dietarëve përmenin, po tani që ato mundën me konsiderua se janë gjesin kanë emrin tedlisu shuyukh, manipulimi i mësuesave ose i transmetuesve të hadithit, po në këtë rast synimi nuk është që hadithi nuk e ka marrë prej tina, po emrin e mësuesit të tij ose prej atij që e ka transmetue e ndryshon. E përmend një emër me të cilin ai s'është i njohur, ose një emër me të cilin ka edhe emra jo ka sigur ai. Për shembull, më thon nëse thot Mustafa Volli është qartë fjala për mua. Po nëse thot Mustafa Pejllapit, tash kemi Mustafa plot Pejlla. Edhe Hoxhallar faktikisht. Po edhe Hoxhallar Pejllapit. Praktikisht, nëse kur është e rrezikshme kjo çështje, kur se zakonisht synimi i tij është ai. Kur ai ka transmetuar prej 2 Mustafave ose 3, po dikush prej tyre është i dobtën në hadith. Për ata ai e ka marrë këtë hadith bashkë me çati dobtit. Po për mos më ditë që hadithi, mos më duk që hadithi është i dopt, e manipulon këtë çështje dhe thot nuk thot pej filonit me emrin e mbi emrin, po pej filonit. Ose dikush është i njohur me ofeq, me nof kusane se e përmend, po te arab zakonisht përmend filoni i beri filonit ose baba i filonit. Po. Baba i filonit kur thot zakonisht merret emri i fëmijës së madh. Dhe kë nuk e përmend me emrin të fëmijës të madh, po e përmend me emrin e njëri prej djalëve të tjerë, që ai është i njohur. Edhe me emrin e djalit tjetër është i njohur dikush që është i besueshëm. Dhe kështu bëhet një farë manipulimi dhe duket hadithi që është i saktë. Po këtij thotë tedlisu shuyukh. Ndërsa kategoria më e rrezikshme e tedlisit është kur transmetuesi i hadithit po se më konë pak ma i përpik në këtë çështje, kur transmetuesi e transmeton hadithin prej një transmetuesi të besueshëm. Do të hoxhen që ka marrë hadithin prej të besueshëm. Po hoxha i hoxhës është i dopt.
në rivajet. Ndërsa ai dobti që është hoxha i hoxhës së transmetuesit e ka hoxhën e besueshëm. Kështu që çka kemi? E kemi transmetuesin, hoxhën e transmetuesit i cili është i besueshëm. Po hoxha i hoxhës është i dopt, ndërsa hoxha i hoxhës është i besueshëm. E kemi një dopt mes dy të besueshmëve. Po. Dhe ky e merr dhe vjen e fshin këtë doptin. Dhe e transmeton hadithin prej hoxhës së tij të besueshëm, prej hoxhës së tij të besueshëm. Dhe do këtë hadithi sikur me e pas transmetuar i transmetuesi i besueshëm prej të besueshmit. A në realitet është fshirë një hallë e cila tregon se hadithi është i dopt. Është i dopt. Ose kanë herë edhe shumë i dopt. Dhe kjo është ajo kategoria më e rrezikshme e hadithit, dhe quhet tedlisu teswiye. Dhe kjo është praktikisht nëse e që zakonisht është të qëllimshëm, kjo nënkupton që transmetuesit që kanë prirë këtë shkollë, atëherë vetëm nëse ka rrugë transmetimi të tjera që për të njëjtin rivajet na i dalin zot ose e përforcojnë, se për ndryshe transmetimet e tilla edhe transmetuesit e tillë konsiderohen shumë të rrezikshëm, shumë do bile ka pas për dietarëve të hadithit që i kanë thonë gënjeshtari më i madh është ai që sikur Shopja, shembull është një dietarë të madh hadithit, Ibn Abdul Barri transmeton për tina se ka thonë ma e lehtë është zinoja, la veriteti se sa tedlisu teswiye, se kjo kategorie e manipulimit dhe mashtrimit në rrugën e kjo fundit që përmende. Po, do të praktikisht kur flitet tedlisi, zakonisht dietarët e vjetër të hadithit kanë modellis. Përmendet cili prej llojeve të tedlisit është, po ato tani duhet me e studiuame, po libra që sikur Ibn Hajeri ka librin e vetë Taqdis, që është një prej konsiderohet libri më i mirë dhe i cili praktikisht e ka studiuar këtë çështje dhe ja ka dhënë hakun. Do të praktikisht kështu kemi të bëjmë. Tedlisi në aspektin gjuhësor është praktikisht manipulimi dhe mashtrimi me rastin e çdo çështje që don m'ia ofruar tjetrit, se ka dhënë realitetin e saj. E mashtron për me bind me e marr. Do të manipuloj duke mashtruar. Do të parim është mashtrim. Mashtrim. E ky mashtrim tani është varësisht kategori. Pej pak më lehtë deri te ajo tesvia që thon praktikisht ajo është mashtrimi më i rëndë tani. Ndërhyrja në tekst në formë shumë të rrezikshme, çeftë dhe bën tekstin më dokti i besueshëm, më falë në rrugën e zinxhirit më dokte e saktë dhe e besueshme, dhe mashtrohemi në del hadithi sahih ose në del thonje pejgamberit, ajo nuk është thonje pejgamberit. Profesor, atëherë cila është lidhmëria e temës së sotme me temën e kaluar, pra lidhmëria e hadithit e tedlisit me murselin? Hadithi mursel që e kemi pasur më herët, ndoshta dietarët zakonisht e kanë përmendur njëra prej kategorive të murselit, quhet el mursel el khafi, murseli i msheft. Do të kur edhe atje transmetuesi transmeton hadithin prej dikujt që e ka takuar po se kanë dëgjuar prej tij. Atëherë mundesh më cili është dallimi mes murselit khafi edhe njënës prej kategorive të tedlisit që përmenëm. Dallimi është se edhe njëri edhe tjetri hadithin nuk e kanë marrë prej hoxhës ma lartë që kanë përmenë. Po te murseli është se transmetuesi kur s'ka transmetuar prej atij hadithe. Ndërsa te mudellisi, te manipuluesi ka transmetuar hadithe prej tij tjera, po këtë që ka bu tedlis, ka bu manipulim nuk e ka transmetuar. Kështu që edhe hadithi mursel khafi i msheft e ka transmetuar hadithin, po se ka transmetuar pe transmetuesit që e përmend me emën. Mirë, po kjo është më i qartë. Edhe pse është msheft nuk është lehtë. Po pse se s'ka transmetuar kur prej tina? E dim, po s'ka transmetuar asnjë hadith prej tina. Për shembull, njërin prej hoxhallarëve vjetër, cilën do të marrim që e kemi takuar, dhe unë e kum takuar. Mirë, po nuk mor asnjë hadith pejtina. Për shembull, Mullah Bahtiri në rahmetullah konë njoftën në Prishtinë për që i kam mësuar në zonësat e Mullah Bahtiri Majan që ti njoftën. Po, unë e kum jom takuar me te, po asnjë hadith se kum transmetuar prej tina. Kjo është murseli khafi. Kurton ka thonë Mullah Bahtiri se ka filon se ka pejgamberi kështu. Po tonë e din që
është e njoftë që unë s'kum transmetuar prej tina. Çfarë e bën të rrezikshme këtu? Është rrezikshme se unë e kum po. Edhe kush e lexon atë të ky e ka po atë, që studion më thellë. Ndërsa te modellisi është edhe më i rrezikshëm sepse unë pe mullabatirit ku marr hadithe, po hadithin të cilën e manipuloj se ku marr prej tina. E tash këtu është shumë më vështirë me zbuluar që se te i pore kur s'kum marr hadithe prej ti. Te Murseli e Khafi. Ndërsa te tedlisi kum transmetuar po tjera hadithe. Hadithin që e kum transmetuar në këtë radhë që është modelles, në realitet nuk e kum marr prej. Për ata është shumë më vështirë. Ma le domon valla pe filonit kur s'ka transmetuar. Kjo mohabet ja. Hasan al-Basriu s'ka transmetuar pe Abu Hurajres të shumica dietarë të hadithit. Çan ta kur. Kjo mohabet e kanë zonë kohën e Abu Hurajres, Hasan al-Basri kur e këshirum, e kanë zonë atë kohë. Po kur s'ka transmetuar, kur s'e ndakuar me te, se mbas po hadithimve. Në herë Abu Hurajra ka qenë në Basra, se Hasan al-Basri u shkon në Basrës, nuk u kon atje. Nuk u shillon në Basra, kështu që edhe gjatë kështu janë përcjell pe dietarët e hadithit. U shkuan në Basra po në këtë kohë Hasan al-Basri s'kon aty. Do s'ka pas mundësi asnjëherë mu takue me te. Nëse gjojmë hadithe transmetuara pe Hasan al-Basriut, pe Abu Hurajrës, e dim që janë me ndërmjetësim. Edhe kjo duhet tani me pas kujdes formën që ka transmetuar. A ka thonë, a është transmetuar prej tij, a kum, nëse të kanë dëgjuar atëherë pyetim që Hasan al-Basri këtë rast është mashtrues. Nëse ka përdorur një fjalë me cilën nën kupton që ka nije, po jo domosdoshme, ka thonë Abu Hurajra, as më valla se në Abu Hurajra ka thonë, Hasan al-Basri po s'ka thonë që kum dëgjuar, po ka thonë. Ose prej Abu Hurajrës se pejgamberi ka thonë. Do të nuk kupton që ka dëgjuar me vesh të ose i ka thonë drejt për drejt. Do s'ka përdorur njëon se në tedlis është më rëndësi kur përdoret fjala me të cilën manipuluesi e transmeton hadithin prej rongut më lart saj pe mësuesit e tij. Për ata inshallah këtë si pikë do ta kemë më vonë cili hukmi a refuzohet ndërsia pranohet modelis. Atëherë profesor, me çan se jemi tek hadithi modeles, cilat janë llojet e tij, a ka shumë lloje se ky sigurisht duhet po me kategori duhet. Po kategoritë e tij llojet janë prafërsisht ato që i përmendëm kur e përmendëm definimin e tina. Do të ka njëherë ato dietarët e mustalah ul hadithit kanë thonë tedlis el-isnad, herën tjetër kanë tedlisu shuyukh që tam janë ndërnë emrin e hoxhës, tedlisu taswiye kur ta me fshin krejt të doptin mes dy të besueshme kështu me po ato janë llojet e tedlisit. Tek modellisin, ndërsa këta vetë manipuluesit tash janë sipas Ibn Hajarit në librin që e përmendëm më herët janë 5 kategori. Normalisht kategoria e parë kanë thonë janë prej modellisunve që edhe kategoria e dytë kanë që është pranue manipulimi i tyre. Për çka? Për arsye se te i pari ka pas edhe ka raste shumë trolla kur e kanë përdor këtë marifet dhe është marrë vesh që nuk e kanë bot tedlisin manipulimin prej personave të dopt. Se kanë njerë tedlisi po shumë rol bëhet jo për arsye që me mshef defektin e rrugës e transmetimit. Po ka njëherë manipuluesi, modellisin e transmeton hadithin prej dikuj që është ma i risaj. Dhe pak do këtë pak pajat me edhe pse ka plot raste kur nxënësi është më i mirë se mësuesi. S'do më thonë që plot për nxënës auton, pilata se kanë kryer emisionin nëse s'natë i kalojnë një vendi apo më shëjo. Po thonë vallai filoni e ka transmetuar filonit, pe filonit e din që edhe ai nxënësi i tina është i besueshëm. Po e bjen atë e fshin atë dhe e transmeton pe mësuesit që ai e ka marrë. E ky këtë hadith se ka marrë prej tina. Dhe praktikisht e kemi rrëzuani transmetues po i cili nuk është i do. Kështu që kemi gjetë disa pej transmetuesve imamët hadithit kur e kanë përdorur këtë marifetin e manipulimit nuk e kanë pas për qëllim me e mashtrue me shti hadithet të dopta dhe treme, po e kanë pas për qëllim pak me ngritë reputacionin e
e vet. Ose kur filoni ka transmetuar po s'ka shumë mësuese, e ka veç një. Tash po them janë ndër emrin me qëllim të keq. Po kena gjetë që disa numër shumë i vogël janë ndrojnë emrin hoxhës, me ne quajnë me një emër tjetër, më duket që po transmeton më shumë se pe një hoxhë, edhe pse ai është i besueshëm edhe është i njëjti. Kështu që janë toleruar i pari dhe i dyti, kategoria e parë dhe e dyta janë toleruar. Kategorinë e tretë dhe të katërt dhe të pestë. E treta është kur praktikisht kanë filluar me dikush që e ka bërë shprehje këtë farçoshtje. Të katërtën e ka bërë shprehje, po edhe ka filluar transmeton pe dobtëve, pe rancave, pe dollovergjive, edhe i fshin përdorat tesvije, i fshin pe rrugës së transmetimit me mjeshtri, manipulon, i fshin transmetuesit e dopt që më dokt hadithi saj. Ndërsa në kategorinë e 5, kretë kësia që i ka kategoria 4, po përveç të dlisit ka dhe defekte tje. Është i pabesueshëm, është tash po me bën kotet mëdha, bën se ka gojë në rënë në sa në do ta është kategori më që është mos vet. Kështu që sipas Ibn Hajarit praktikisht në kategorinë e parë dhe në dytën janë transmetues të cilët janë megjithatë janë pazari. Po janë pazar, çfarë do ndërsa e treta edhe sidomos e katërta janë zakonisht transmetues të cilët nuk guxojnë më mbështetën ta. Në rregull, profesor, kësi lloj transmetues a ka në koleksionet e haditheve, e sidomos këto që janë më për haprat me Buhari dhe Muslim? Edhe a ka numër të madh apo si qëndron çështja e tyre? Po ka në të gjitha koleksionet ka numër të transmetuesve të cilët janë emërue si modellisin, do të kanë këtë defekt, këtë sfond, si manipulues. Po ka edhe në Buhari, edhe në Muslim, edhe të 6 koleksionet e të tjerat nuk po bojmë laf. Normalisht kjo konsiderohet pak e madhe kur themi në Buhari e në Muslim, po tash na po flasim shkencë, na s'kem çore pa e pranuar që ka. Dhe edhe pse shumë prej muhadithinëve kur është fjalët e disa prej librave të hadithit që i kam për qefi, për shembull Ibn Jauzi kur ka shkruar librin e vet al-Mawdu'at, ka gjetë që edhe në Musned Imam Muhamedit ka hadithe të rreshme. Ajo është pe hambelive. Po ai ka kallëzuar tani që se ka ditë që ka më shpolla si lufte, pse ka kallëzuar që ka hadith fol hakun ose në vërtetë. Po do të praktikisht edhe pse ai mas pokti, ai është vetë hambeli. Edhe pe hambelive që me hadithe me senë në librat e tij janë mund krojnë pa problem. Është qare, im shef senet edhe për këto do të flasim ligjërata të caktuara në fundav, ku do të flasim qysh muhadithin të praktikisht i luftojnë hanefit, po duke mos i aplikuar rregullat e veta. Kur vjen te hanefit, pak rregullat lu tolerohen edhe pranimi i haditheve që me rregullat veta kur është transmetim për neve, i transmetues se i shpollën luftë. Por të njëjtin transmetues kur gjenden në rrogën e transmetimit të tyre, siç është Imam Bayhaqiu, Ibn Jauzi që përmendëm me të tjerë, Ibn Hajeri shumë do të marrim shembull ta. Në inshallah taala. Do praktikisht ka, po kur e pa mora si shembull Ibn Jauzin se thotë s'kum besuar që i shpollet as i luftë, por ata është fanatizëm i çuditshëm. Për libra të caktuara, njëri prej autorëve bashkëkohor që i Saudis, që tash është me të parimet e selefizmit bashkëkohor që po e quajmë, kur e ka shkruar një kritik kundër Irwa ul-Ghalilit Sheikh Albanit, thotë jom habit se s'kum prit që kanë më bo hasëm të sunetit dhe gjatë dërejgje. Unë shko për me mbrojt sunetin, po që njëri ka gabuar shiqare, Albani ka gjetë është, po kur e ka zbuluar do thotë me fakte. Praktikisht po dy volumshe e ka qitë përpara në çka është mbështet, pse ka thonë Sheikh Albani këtë hadith se ka me vend, cilë prej dietarëve të hadithit kanë thonë që ndryshe, po megjithatë ja shumë shpallët luftë çka. Për ata edhe çashtu kur është fjala muhadithin kret rregulla lën, kur vjen puna te Buhariu dhe Muslimi, do të këtu është mshël qitapi. Pse mshël qitapi se po donin gjëra të pagabueshme që kjo është tani kundër parimeve të Islamit, se ata kanë gabuar dhe ka fakte plot edhe ka rregullat për ata kur i përmendin dietarët e mustalahul hadithit, hadithe janë më saktat,
tash e bëjnë kategorizimin e haditheve, është randitja e njohshme. Ato që mas pari kategoria më e lartë në besueshmëri është atë që transmeton Buhariu dhe Muslim. Tani atë që ka transmetuar veç Buharimi, tani atë që ka transmetuar veç Muslimi, e kështu me radhë. Tash na do të me këqyr përse kena qitë rregullat. Nëse rruga që ka përdorur Imam Buhariu ka pe transmetuesve që kanë vrejtje, e te Ebu Davudi është me atë zinxhirin e artë. Për ata Ibn Humami edhe disa për dietarëve tonë ma vonë, ashtë kanë luftu këtë më, s'është e drejtë, s'është shkencore. Se na jena mësueme, ka thonë filoni edhe tash veç shkojnë mbrapa. Ato njëjtë këtë librat e Musallahul Hadith pa kur farë logjike përdoren njëjtën ngjashje. Kështu hadithi Buhariu dhe Muslim është më i saktë. Tani çfarë veç Buhari, tani çfarë veç Muslim, tani është pa logjike jo shkencore. Për ata po ka pe modellisinëve, do të pe aty në dietar transmetuesve që janë modellisa manipulues, mashtrues, edhe jo veç kategorisë të parë dytës që ka shumë, po ka të tretës edhe ka edhe të katërtës. Kur i përmendim parë kategoritë të modellizimit, por praktikisht tham e treta edhe e katërta janë pe transmetuesve, pe modellisinëve që praktikisht nuk i pletojnë asnjë kriter për me pranuar rivajetin e tyre. Prej këtu disa është interesant ndoshta për dëgjuesin edhe për imam sidomos. Hadithi modelles i manipuluar në këtë formë, a pranohet a refuzohet? Kemi shumë mendime të dietarëve. Dy janë që zakonisht përmenden në librat Mustalahul Hadithit. Pari prej tyre refuzohet komplet. Si të e kena po që ka manipulu, ka budollover dikun, në kretë rrugët të transmitimit ku të shohëm ato, praktikisht të dietarët e hadithit të më vonshmit, po thuaj edhe mund të bëj kërkush këtë mendim nuk e përkrahmo. Të gjithë mendojnë që jo, do të edhe pse janë logjik apo manipulues do të më pranu rivajetet e tyre. Pra ta mendimi i dytë që zakonisht preferohet dhe mbështetet pe dietarëve të hadithit është se hadithi i manipuluar në këtë formë, hadith al-mudallas, shiqohet transmetuesi që është manipulues, modellisi. Nëse transmeton me formën e transmetimit prej ose ka thonë, nuk pranohet. Ndërsa nëse transmeton me fjalët që nënkupton që e kanë dëgjuar drejt për drejti prej atij që e ka marrë hadithin, mësuesit e tij, manalt, atëherë pranohet. Do nëse thotë haddathani ose sami'tu minhu, ndajshme, atëherë pranohet nëse është transmetuesi i besueshëm. Po ta edhe kjo është edhe Imam Xhassasi kështu thotë, praktikisht të tedlisje kemi si të hadithi mursel. Nëse atje kemi thonë për murselin, transmetuesi i cili e fshin rrugën e transmetimit, është i besueshëm dhe nuk transmeton veç për i të besueshmëve, u krya e ka marrë borën, ai kena besuar dhe i pranoi murselin. Edhe këto, thotë, nëse manipuluesi, modellisi, është prej atyre që është i besuar dhe tedlis nuk ka bo këtë manipulim, veç se pe i të besueshmëve e pranojnë përsëri. Nëse na del që tedlis ai manipuluesi transmeton edhe pe i të besueshmëve, edhe i pe jo të besueshmëve manipulan të besueshmit dhe pe jo të besueshmëve, atëherë nuk pranohet. Edhe kështu zakonisht arsyetohet. Për shembull, kur thom Muhammed ibn Ishaq, sahibul Maghazi është njëri pej tash në histori islame është nishe, është imame. Në histori pejgamberit vërtet. Është nishe. S'kem dietar nivelit e tij. Në gjatë historisë kështu mendojnë dietarët. Mirë po, si transmetues është modellis. Është manipulues. Për ata kretë rivajetet e tina nëse thët an, s'pranohen. Nëse thët haddathani ose sami'tu minhu ose qala li, përdor fjalën ka thonë mua se kum dëgjuar prej tij, sa ne atëre pranohet rivajeti prej tina. Kështu që po kemi në gjitha librat, edhe kemi edhe në Buhari edhe në Muslim. Tash sigurisht ka referenca shkencore që flasin për modellisin po në koleksione. Po bile tash ti më rikujtove në një pe trajnime kur e kemi bën me imam të marrët, kemi pas përmendni këtë çështje dhe kalipti kupton që ka edhe në Buhari dhe në Muslim transmetuar se dikush me imamve
i ka pasur shumë rënë kjo farë muhabeti, që është ka manipuluar në Buhari dhe në Muslim. Edhe unë më ndësha me i kalue, se poshtë që ajës po e një teme dhe s'ka lexuar rreth temës, mirë po ai mas 2-3 minuta këmbul këtë një shembull se veç po e nënshmon Buhari dhe Muslim. Çfarë dobi e kemi nënshmuar Buhari dhe Muslimin? Buhari dhe Muslimi mas Kuranit janë librat më të besueshme. Të hadithit s'ka dyshim aty. Po jo Buhari dhe Muslim s'ka gabime dhe hadithet pa pranueshme. Ka sigurisht. Na do të kemi një temë inshallah shumë shpejt. Hadithi a mjafton me vepru me hadith me kon të qenur të hadithit veç sahih. Me plotsu kushtet sipas muhadithit apo nuk gjithherë me ta jo. Dhe kur muhadithin thon hadithi është i dobët, a lehet gjithherë jo. Do të kemi temë të veçantë për të dhe shumë që përgjithësimi i seneve nuk është në rregull se edhe njona edhe para nuk janë ashtu që dohen, nuk do të vëllai çdo hadith që është ai punohet si mbasinë, s'është ashtu. S'është e vërtet, s'qëndron shkencërisht. Dhe si çdo nga tjetër çdo hadith i duhet hudhet përsëri nuk qëndron. Do të kemi një farë mentaliteti që u përhap kohën e fundit të sene dhe po e bëjmë një farë lloj shëndetënimit të asaj që dietarët e hadithit e quajnë hadith sahih dhe një po shtim një kategori hadithin e dobët me hadithin e rrajshëm që përsëri është jo e vërtet dhe jo reale dhe jo shkencore. Dhe jo shkencore. Ku na po intereson ato kemi me folë inshallah po edhe njëna dhe tjetra lypin me në usharua mu kuptova se përndryshe na njëni për i synimeve të këtyne legjërata është me ja mushmenin dëgjuesit si sot Ibn Taymija se çështjet e vlerësimit të haditheve janë të ndërtuara mbi ijtihad sikur meselet e fikut që s'kan argument të forme së brerë. Në qartë. Çështjet se këta po thonë që ka un filoni është hadith sahih. Po mirë që kanë gojën e madhe që ka thonë. Bazë shkavit ka thonë ai. Unë ka thonë ai bazë të studiue. Për ata bile shpesh herë ndëgjojmë për dietarëve të hadithit, thotë e kem profesuar këtë hadith pse sepse Ibn Hajeri në takrib tehdhib ka thonë që filoni është i pranueshëm për transmetuese. Mbështetja në takrib tehdhib është të shumë prej dietarëve, të hadithit tonë është vdekje. Për çka? Sepse Ibn Hajeri ka lexuar librat e mëhershme dhe mundohet se ky stili ose ky sistemi është metodologjia në këtë libër ka kallëzuar vet. Që me 2-3 rana ku me fol për çdo transmetues. Filoni është i pranueshëm, ose është i pranueshëm sa duhet te dikon ju këtë bu hadithu, shkruhet hadithi tina, po do të përdor njënin prej termave që janë të njohura, po ato është ijtihadi Ibn Hajerit. Do të ai masi ka studiuar transmetuesin mendon që vendimi më adekuat për te është çaj. Po s'domon që Ibn Hajeri ja ka qelluar gjithë se ka plot vende në këtë libër që vetë i ka kundërshtuar në librat e tjera. E ka vlerësuar hadithin sahih, ndërsa për të njëjtin transmetues që ka aty në rrugë transmetimit, ka kallon i papranueshëm. Kështu që është punë mendje njeriu. Kështu që nuk ka dyshim. Kështu që përderisa janë ndërtuara mbi ijtihad, përsëri transmetuesit dhe vlerësimi i tyre është përsëri ndërtuar mbi ijtihad. Filoni është burr i mirë, ka thonë filoni, burria, drejtësia, mençuria janë relative. Për ata që çdo transmetues është relativ. Ndërsa nëse lypum transmetues që është i besueshëm s'ka fol kërkush kundër tina, s'ka till. S'ka kush që s'ka fol kundër disa kundër tina. Për ata kjo është ajo që vlen për të gjithë. Ka fol kundër Buhariu, ka fol kundër Imam Muslimit, kundër Imam Ahmedit, siç ka fol kundër Buhanifës. Po interesant, për këtë porin është bë mod me i kallëzuar të fyrjet e sharrit dhe ndërsa për të tjetë boni përmene që ka folë dikush, po bëhet kiameti. Buhari edhe në Muslim ka modellisun dhe ka edhe të kategorisë parë, edhe të kategorisë dytë, edhe të kategorisë tretë, edhe të kategorisë së katërt. Njëni prej, se tash na kemi disa punime të cilat janë shkruar edhe kësaj teme. Al-Mudellisuna fi Sahih al-Bukhari. Tjetri është ka ardhe Al-Mudellisuna wa marwiyatuhum fi Sahih al-Bukhari. Janë dy punime doktorate
që janë të punu me shumë mënyrë shkencore. Autorët normalisht se ata kanë mbrojtur në ndegën e hadithit, aty duhet Buhariu gjithsesi me mbrojtë sane, po s'kam posore pa pranuar që ka numër jo të vogël, po ka numër të madh të haditheve dhe të transmetuesve që janë të kategorisë. Unë po ja përmeni për shembull el-Mudallisun marwiyatuhum fi Sahih Buhari, që është temë doktorature shumë me e rëndësishme sane. Autori ka përmenë se në Sahihun e Imam Buhariut ka numri i transmetuesve që janë manipulues është 44. Dhe 20 prej tyre janë në kategorinë që e para e dyta që ta matje, që s'ka nevojë më marrë me ta. Ndërsa 20 të tjerë dhe 19 të tjerë dhe 5 të tjerë, 5 tjerë janë në kategorinë e 4. 19 janë në kategorinë e 3, që praktikisht në kushte normale, në 3-ën nuk pranohet hadithin në asnjë libër të hadithit tjetër nëse manipuluesi nuk thot e kum dëgjuar ose më ka thonë mua. Se të prej filonit hadithi nuk pranohet. Po kemi hadithet e tilla në Buhari dhe në Muslim. Por ata po them për shembull në kategorinë e 4, çati që janë Mudallisun, që janë shumë tron, manipulues ose mashtrues trongut të lartë, që do të thotë edhe fshin emna se kanë gojle. Në Buhari kemi 5 të tillë. Dhe numri i rivajeteve që i kanë që gjenden në Buhari prej tyre janë 66. Praktikisht prej këtyre 66-ave 45 janë që kanë thonë e kanë ndëgjuar, që dalin prej lojës. Ndërsa 21 prej rivajeteve janë që e kanë me anë, që nuk kupton sipas parimit të përgjithshëm, hadithe dalin të do. Filonit. Po, na kemi fjalën për 5 transmetues që janë kategorinë më të ulët, kategorinë e 4 që praktikisht prej tyre na mund me përmend Walid ibn Muslim al-Dimashqi, që për cilën thot Ibn Hajeri vet, në çat librin që e përmendëm në Takrib, Walid ibn Muslim ثقة يبسوشم يبسوشم لكنه كثير التدليس والتسوية تسوية كأي kur ifshin dobtit dhe praktikisht do këtë hadithi që është e ka thënë i besueshëm prit besu do të është kathir do të jo në rast dy, po adete ko këtë far muhabeti. Në realitet ky njeri i ka sipas njërit autor 6, sipas tjetrit i ka 7, rivajetën në Buhari që i ka me anane, që praktikisht me gjitha parimet e muhadithinëve nuk dalin, që kanë ndërprerje. Normalisht kjo vlen edhe për Sahihun e Muslimit, aty ka edhe ma shumë, ka libra gjithashtu për Sahihun e Muslimit. Po janë munduar me i arsitu këto çështje, duke thonë se Buhariu ka zgjedh e ka ditë, ato kritë në rregull janë, po parimi është parim. Për ata rregulli është rregull, po për ata është kem Abu Wafa al-Qurashi, po tekstualisht është njëri prej atyre që ka folur për këtë çështje, ç'a më bë me ato që janë a me shkuar si Imam Miziu. Imam Miziu është njëri prej dietarëve më të mëdhenj të gjitha kohërave të hadithit, sidomos të transmetuesve dhe atrafëve të hadithit. Është manhije, na jena mësuar nga Imam Dhahabiun, Ibn Hajarin, sa nuk janë nivelet të tij asnjë. Asnjë është shumë dietar i madh. Edhe tash po e vesin zoncat ton çështja e modellisit manipuluesve. Edhe ai përmend mendimet e dietarëve, po ata nëse skallzojnë, çu ka thonë Imam Shafiu. Ai se ka thonë Imam Shafiut në risalet, ai i cili një herë manipulon, e bën tedlis, fakat kashafa avrata. Do të ka shplu avretin. Tash mo pejtina për neva është manipulues. Çfarë më thotë, vetëm nëse është i besueshëm dhe kallzon prej kujt ka marrë me fjalë, më ka thonë ose ku më dëgjua. Si të prej ose ka thonë, po më ka thonë. Do nëse s'përdor fjalën me cilën
qartë dihet që ka marrë Që dëshmon prezencën me e refuzojmë. Miziu thot po ta shpjegojnë ata po e shumë që ka edhe në Buhari edhe në Muslim rastet shumë ta kur kemi modelisin të po. Te çka më bë e ka thonë atë fjalën e tij të që më thotë çështja është me bëni ala husni dhann bihima. Së mirë me menu keq për ta. Se për ndryshe nëse aplikojmë rregullin, hadithet janë të do. Janë të dobta dhe është çashtu. Po normalisht autori për cilën na e patëm fjalën kur e ka studiuar këtë çështje në Buhari, hadithet që janë transmetuara janë shumë, numër i madh. Apo flasëm modelisun të gjitha kategorive, po na edhe ky vet autori thotë kategorinë e parë e kum hi se janë kryer muhabeti. Mirë, po ata nëse i morëm si tërsi, numri i transmetimeve që ka manipulues në Buhari është 4244 4244 rivajete me përsëritje normal do është numri i madh. Po shumë të këtyre numrave rivajeteve vetëm Buharian përmend tani me sema, me ndëgjueshmëri. Ose Ibn Hajeri ka marrë përsipër dhe ka gjetë që janë te librat e tjera ku modellisi ky manipuluesi ka thonë që e kum dëgjuar transmetuesin, kështu që mundet të zvogluhe, po nuk mundu me evitua si tërsi, sepse edhe kuptimi tani disa rivajeteve në Buhari dhe në Muslim e shohim që nuk është në rregull, dhe për ata sot se kemi këtë temë, se kishim mujt me përmend shembull ku praktikisht e shohim që hadithi nuk qëndron. Kuptimi i hadithit ka defekt në te, wallahu alem. Faleminderit shumë. Profesor nderuar, do të jenë koha dhe misioni kur do të përmendëm edhe shembuj të tillë. Juve shikues të nderuar, ju falenderojmë që i shikto minuta me ne dhe na përcjellet për shtjellimin e temës hadithit pra modeles ose të manipuluar, kështu që ne do të vazhdojmë me misionet tona në javën e ardhshme, e kështu me radhë dhe gjitha këto misione pra gjenden në faqet zyrtare të Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës në përgjithësi rrjetet sociale. Deri në misionin e radhës, ju përshëndesim me selam dhe mirëmbëjtje.